Të nderuar dëgjues, pikërisht ishte kënga për të përshëndetur dhe për t'i uruar ditëlindjen vendaset dhe dëgjuesit tonë Sen Lausha, ku dhe njëherë në emrin tim, familjes time dhe gjithë stafit tim i urojmë ditëlindjen. Po ashtu tashmë kam në telefonate edhe kry administratorin e radhës dhe vllam tim Rahem Gashin. Alo, përshëndetje vllachko, mirë se na erdhe. Përshëndetje me mbroma për ju dhe gjithë dëgjuesit dhe shikuesit tonë që gjenden në live stream. Po si je vllachko, si kalove sot? Mirë, faleminderit, mirë fort, ditë e premte, kur pe dim që nesër mas nesër e kem pushim fund javë, po punoj me vullnet, po na gëzon ka pa. Të lumt, që ashtu dohet, mirë shumë, mirë shumë. Po që ko të rria nej për juve, a vro nej bura, nej shia, nej? Mirë, jo, këtu është pa parashikueshme këtu mbjeshtë të rrullit, sot është ditë me diell, dje vrant, padje apet me diell, për një moment është ftoftë nxehtë tana. Kuptoj, që ashtu është edhe të na për zotë, një matë më së më shtë zëtë gjëna po vjeshta, është kuhe në kase mirë heqë, po qa me bo, nuk jam punë të unat. Jo, mirë. Vllachko, qka do të na thuash sante? Spori është shfrytoj rastin e vendosut dhe dëgjuesit të rregullt, Sen Laushës të uroj ditëlindjen, në emrin tim personal, në emrin e stafit, urime ditëlindja gjitha të mirat, dhe me shëndet, lumturi për gjithmonë. Një herë të 30 vjetore në martesës se ish martu në ditën kur e ka pas ditëlindjen dhe më honë 2 gëzime i kish për e herë, po i marrë pak lakmi, për gjelezoj, po qa me i bu. Po dhe po, ako ma mirë se di festa ashtu. Po që ata dhe, mu po vjen në herë në gjysë vitin, në herë për i fundit të vitit gjithë që ashtu marrë, kështu a ke po i kryin që të 2 gëzime për herë, është një farë gëzime pak maj madhe. Po valla, e vërtet është, e vërtet. Faleminderit vllachko shumë, po të falenderon edhe cene. E ndesh është. Atëherë që na ke përgatit sonte, a do m'ja dhon një ran apo jo? Me kënua po që shjomëre. Hajde. Me kënu po, do me kënu i fakonge, pak një balad, se me vesh me patriotike maru, jena mo shumë patriotar, tash para zgjedhja, po tu në që pëndikojnë aty në rezultat zgjedhore, ma mirë, po shkoj me na i kongë këtë balada dashnisë. Ja, edhe sonte kena drejt edhe me mo fushat, po nas bojna po nuk e thejna ligjen. E si do më sonte bile. Nestra është heshtje zgjedhore, nestra heshtje zgjedhore, edhe parlamenti u rregullu hides edhe krejt mo. Po në urime gjithë profesional që bëllë mona i ka zgat veshte që 8 muja vajta, 2 majta, digjon thonë. S'digjon, pej shkurtja, pej morsja, s'digjon, kur ju kena arru, kur ju ka një vetëve shka i zgjedhja gati. Mo prite, mos po di mo gëzu, mo na ka ku gëzimin rand vet, mo. Allah i po, e vërtet është. Atëherë vllachko mikrofoni për ju, kur ti i gatshëm mund të fillash. Rrugës me gur, si dikur unë të pritë, e ti zemër gur, su ktheve kur u mërzitë. Rrugës me gur, dasmore tu sot kalojnë, nuk kam besu kur se sytë tu do të me harojnë. Amanet to amanet, une po alo, se po shkoj nga kjo jet, për mu mos me qa, për mu mos me qa. Amanet o amanet, po i mbylli sy,
po shkoj unë nga kjo bot, është veç i fajit, është veç i fajit. Sot është djetë e djelë, dasmore tu pranë shpis m'kalojnë, dita që ka qelë, nuk është për mu tjetë le të gëzojnë. Sot është djetë e djelë, dasmore tu të unë s'ndalojnë, e unë nuk kam zemër as me pyet, dashnin ku po ma qojnë. Amanet o amanet, une po alo, se po shkoj unë nga kjo jetë, për mu mos me qa, për mu mos me qa. Amanet o amanet, po i mbylli syt, se po shkoj unë nga kjo jetë, është veç i fajit, është veç i fajit. Amanet o amanet, une po alo, se po shkoj unë nga kjo jetë, për mu mos me qa, për mu mos me qa. Amanet o amanet, po i mbylli syt, se po shkoj unë nga kjo jetë, është veç i fajit, është veç i fajit. Faleminderit. Wow, Vllachko, t'lumt, na ke emocionu me këtë këngë Vllachko. T'lumt të knafsh gjithmonë, wow. Faleminderit shumë. Edhe një, a ban edhe një? Bana, tash dojmë me shku pak për Shqipnia, ne me bu kretë bashkimin kombëtar. Ajde, shkujnë pak në shta në disponon, se ja, na i ke këpu dy kombë me këta. Me i mos letat një prej vejnë, ato? Vallaj, unë kesh veç ka qyna me icë. Jo, bre, nuk jesh ashe likë, të kështë po na thu, unë jujtë e gurit, unë jam e forte, janë e kënej, po së likë. Pa qëre, do të ka njerë njëri, do të edhe me aktrua, din ti. Okay. Ja, la, ja kongë edhe më shme kom, po të falenderoj shumë, me respekt pa fund, se me të vërtet edhe u dëgju shumë bukur edhe shkon kongë, nuk e pas në një korën, po me pasuna. Wow. Me të kurti që ka kënu unë atë fare ditët kur i shka pas konë beqar atëherë. T'lumt Vllachko, atëherë vazhdoj me këngën tjetër. Okej. Lullet bukra ka Tirana, na i mbush rrugët e plot merë. Lullet bukra ka Tirana, na i mbush lullet e plot merë. U kut ka lala mojes mere, merja kangës dhe njëherë. Mojes mere moj kut ka lala, merja kangës dhe njëherë. Mos me rrë dëshperon, jam jo ti për apte do. Mos me rrë dëshperon, jam jo ti për apte do. Rrëth qark bashkës ju solla, për me t'pa moj bukuri. Rrëth qark bashkës ju solla, për me t'pa moj bukuri. Një tu flule moj për ty mblodha, si kujtim për dashuri. Një tu flule për ty mblodha, si kujtim për dashuri. Mos me rre e dëshperon, jam jo ti për apte do. Mos me rre dëshperon, jam jo ti për apte do.
Trandafile moj po t'i vjen era, ti na mbush me dashuri. Trandafile moj po t'i vjen era, ti na mbush me dashuri. Unë për ty moj të pëlqeva, ditë natë mendoj për ty. Unë moj ty moj të pëlqeva, ditë natë mendoj për ty. Mos me rri e dëshpëron, jam jo ti për ap të do. Mos me rri e dëshpëron, jam jo ti për ap të do. Faleminderit. Wow, faleminderit Laçka, respekt pa fund e knëf gjithmonë. Gjithmonë zbashku me ju. Faleminderit Laçka, faleminderit shumë. Natën e mirë. Jo, thash atëherë të falenderoj nga zemra, faleminderit edhe prej dëgjuesve që të kanë komentu. Natën e mirë, gjithë mirat e dëgjojmë herave tjera. Natën e mirë, gjithë mirat, tong. Ajde, tong. Pra, të dashur dëgjuese, kishëm edhe vllahun tim dhe kry administratorin e Radio Zërit e Lirë, Rahim Gashin, nga Austria, ku falenderoj. E një përshëndetje dhe një mirëseardhje shkon edhe për vendasin Abedin Berisha Drenica, që tashmë është bashkë me ne, e përshëndesim dhe falenderojna. Edhe njerë ju përshëndes të gjithëve emër për emër, e unë të shkoj me një këngë, pikrisht shpresoj se do t'jetë këngë mirë. Me këtë këngë e përshëndes Cen Laushën dhe bashkëshorten e tina. Edhe njëherë, unë ju përshëndes të gjithëve emër për emër, ju falenderoj që jeni bashkë me neve, respekt për të gjithë, kështu që unë do shkoj edhe me një pikë muzikore dhe do kthehemi pas pak. Dëgjim të këndshëm. Roha po më thet, nuk i zon, avnia po thet ki zon, nuk po di cillit mi besu, a ka mundësi edhe dikush prej dëgjuesve mu më shkru, a kam zon, a nuk kam zon. E kam tashmo edhe telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, mi mrama mirë se na erdhe vendas. Përshëndetje Luli, mi mrama. Po si jitën, si po kalon? Mirë, faleminderit, sot jam kthy. A, ka ke kthy sot? Tamam për ditëlindje. Atëherë për së ta jam fjallën në emrin e familjes time, stafit tim, po në emrin tim personal edhe njëherë të uroj ditëlindjen e 60, po ashtu edhe 33 vjetorin e martesës, duke ju të shëruar mas pari të keni shëndetin, jetë gjatë e të lumtur e harmoni gjithmonë e gëzimin e familjen tuaj. Faleminderit Luli, respekt, të falenderoj nga zemra, ty familjarisht, gjithashtu gjithë dëgjuesit i falenderoj me gjithë respekt. Edhe ata që më ka shkruar privat, por edhe këtu i falenderoj nga zemra. Se ma kanë gjitë një krep, ju halo mirë veç. Kryesore pas ke frun një prej Kosovë, a? Qa më po, për zotën Lule, qaj ki punë ti? Mirë për zotën, mirë, dhe onë mirë. Familja si janë? Mirë, lem për zotin mirë, dhe familja mirë. Na, Austri si kalove, e kom pak në doket? Për zotën mirë, jëmë knaqë, mirë, jëmë konë edhe ato jatrinet, mirë, kemi kalu, mirë. Sigur, si bija të vlau. Jo. E di që më kesh. Tha shkajt janë zotë derën, se ka laja din në telefonat, a këtë dheshin një bija të dujna, a shkajt e këqyri. Unë i kësha po të Kosovë, a tjeve shko merdhen, unë i kam në Austri, 2 në Austri, 1 në Angli. Wow, të nëzunë në derën, na? Ato 2 janë si janë Vjenë, atje ishin ka nordë, veç kur shkohet e shpije gjitha atë. Po, i falenderoj nga zemra të se është knaqësi, bijat me të ardhë kështë knaqësi, se edhe une vajzë s'kam, po edhe ja po, bijat mutrat janë gjithë shka.
Shumë e vërtetë është moshllos shëzoti shtëpi pa bija se me të vërtetë unë e di se edhe unë jam vajzë e hastretit edhe për zotin pinin mungesen se kur po shkoj po knaqen po qa me von njo s'po mujnë të natë edhe që ashtu vetë vajza s'kam po si dhe që tjetë inshallah i kim djemt me jetë gjatë qa me von inshallah gjithë Po, Qysh ka luve në Kosovë? Mirë, lule, përëzisht, mirë. Jëmë dojtë ka pak, jëmë konë Shqipëri pak, në Kosovë aty, medikan, që ashtu, me tafrit ka pak. Edhe dë shëshnit radje si ke taku? Po. Edhe... Na i peshka hangë me mustejqe në kënë. Edhe peshk, vëllave që e pakujtë të tërkush, të unë ju, e që tërkush. Kam qaj vaj. Me kalu mirë, kryesore me kalu mirë e më knaqë. Ja mirë, edhe kem pas edhe një nej me visonin në Latina, e falendrej shumë respekt për atë familje, dhe me të vërtet, javlen. Aso familje të kish kontakt me aso familje, është të knasi. është veshtu. Mirë, kena kalu mirë në Shqipëri shumë baka atje. Pas ka najt cënë për me votu s'mujtë me najt, a? Ja me votu ju, po unë kom votu për tujt. A ke votu për tujt? Ja, po, unë e kam votu edhe e kam votu taman, unë e di kanë. Nuk është më rëndësi, kryesore ke kry obligimin. Po. A më ishe me razit me ata dëk, me vllotane, me kusherit amen? Jo përves, i kom thonë me hangër peshk, hojna, rina, që shdojnë veç për më këthy ju. Ja. Nuk po gudzaj me shkru hez, nuk gudzaj isha me shkru kur i fasha të u. A isha ma mije, pilon rahat, hajt. Ja, mire ke bon. Ja, përveç, falenderoj shumë, se me të vërtet është knatësi. Po, isha në Shqipëri, për javë ka dhe një rast në Shqipëri, që isha të ju këthy, nështë ta pej zoti pak se ndë për jamar kohë, në dhe kujtjede. Jo, s'ka gjau, absolut nuk ka sen, vetëm vazhda. Isha të orë dhe u këthiva hina pej aty, pej Miloti të hi për goti në autostrat për më lidhë hina për Kosovë. Edhe ishëm 3 makina, 3 kjere për mas një kamionin, shku më ashtu, edhe une e bona të kalimin. Ish rruga e gjatë, e shifsha rrugën, bje po nuk ish ashtu për mi kalu, e bona të kalimin, dhe ato të mas meje, ata që në kom me dronë të i fotografu. Për Tirane, policia, edhe i kalovën ata, i kalova kamionin, edhe 2 mas meje, na nalen treve, edhe tha përshëndetje, tha, ke bo të i kalim ju të mirë, tha shpo, shpes që më konë, tha shpo të i kalimin e kom bo, e pranoj, tha shpo. Tha jena për Tirana me dronë, tha, edhe, tha, me shku mi pagu, tha, ki denimi, me shku mi pagu, tha, që është një katon si qytet, Rubik thire, ta i dhe. Tha shpo, mërseja, edhe shkova une, pe paguj, kur pisha, unë të ju më kërë kur pisha mina e mzeken. Mina e mzeken edhe ato kështë lorë. Ku ishka unaj? Edhe e mas me ishka një në predisonje, ishka në Tiranë. E kam dënu edhe ato, a? Po e keni ti reglat normal. Po, kur u ktheva i polici më thotë, tha shqe dërimi, tha që pagua, tha më falë posh besën, tha po e na ko me dronë, tha pej Tirana e na konë, tha s'kena ku du me bukur që, tha po pasha besën, tha mila im zekin, tha edhe në u, tha po e posh, po e. Dhe po, qa me bo, për që ta nuk do një ti regla. I shkrua kështu privat, kështu se i kam
E shkru e thash ku ke pare? Tham pas ke po! E qa me po, ata këshin punën e vetë. Lulet, se të mora ko shumë, falenderoj nga zemra, ty dhe gjithë dhe gjusit i përshëndes, emër për emër, pa dalim, natën e mirë, e një mbromit mirë, i uroj gjithë dhe e të falenderoj nga zemra, ty dhe gjithë. Faleminderit shumë Cen, gjithashtu edhe një herë urime për ditëlindje, për vjeturin, gjithë mirat, respekt nga ona ime e kalo bukur në vazhdim. Faleminderit shumë, natën e mirë, respekt. Pra, të ndëruar dëgjuese, kishëm edhe vendasin Cen Lausha, unë do përpiqem të marrë edhe një telefonat, i shkruva, po nuk mu lajmëru, nëse përpërëvaj, nëse është në linje, nëse ju, shkaj tash mëre X-un. E kemi edhe telefonatën e radhës. Ale, përshëndetje, mi e mra ma mirë se na irë dhe Vilsan. Përshëndetje, veç në një moment lule mu isha me lidhë. A o ledhë shtash, a o ndëgjona? Po, miri të dëgju. Përshëndetje, mi e mra ma për ju, në gjithë dëgjus të respektu, me drumit të uaj. Faleminderit, a je lodha si po kalana, qaj ki punta? Jo, mirë, jam rrugës për me nëhen, veç halane, stashim shatin lozikë, të më drejtimin Shqipërisë. Kështu që mirë, kum kalu, mirë kum bo një përshim mrekullueshëm. Ishte me të vërtet një përshim që nuk paguhet me pare, s'di që të thonë. Gëzohem që ka kalu mirë, e inshallah edhe rrugës vini mirë, kaloni mirë, qa me thonë, s'ka maknaci se me ka njëri vendlindje. Që bashkë të fshati këti në pas ka ndeshje, të ronë të fshati i këtë para lokalit ti, jam për momentin pas ka një ndeshje i jashtë zakonisht e ronë, fatkesisht shapën hodë një anën e kundër dhe tim pejsë. Ose të si tjetë shalë. Inshallah nuk ka viktima e të lëndun se katastrofë. Lule, po, rjetën e kom sigurisht të pak nga kumë, se nuk e është nga kumë rjetë, erit e përshëndes Cen Laushën, përroj për vitorin martes 30-ën apo cëllë nuk e di e pak. 33. Lindjen, 33, inshallah një qenë zbashku me bashkëtorën e feston, e jeton me fëmijën e vet. Faleminderit shumë edhe Cen Lausha, po të përshëndet dhe po të falenderoj shumë. Atëherë, Vilsan edhe unë të falenderoj shumë për telefonatën dhe të uroj faleminderit për mundësinë që ma dha që do të zgjati ma shumë që më duke vozit. Është natë, do të orientohen edhe në vozitje. Ju përshëndes, ju uroj një mbrëmje të mirë gjithë dhe urimi inshallah në krejt komunat ku kapet dhe kë fitojnë. Të lumë të goja, të uroj rrugë në barë, të paladhshme, faleminderit shumë të fala ato familjet se dëgjohëm Vilsan. Faleminderit shumë, respekt. Edhe këta për përshëndesin, nusja, 2 vajzat të përshëndesin. Faleminderit shumë, respekt pa fond. Natën e mirë, gjithë mirat e rrugë në barë, tonë. Pra, të dashur dëgjuse, kishëm edhe dëgjusin tonë Vilsan Prenaj, pikërisht rrugës për Gjermani, ku e falenderojna, po ashtu edhe një herë respekt pa fund për dëgjuesit tanë, që çdo herë janë bashkë me ne, si në pushime, si në vendlindje, si në rrugë, se dëgjues të besnik të Radio Zërit Lirë, çdo herë janë bashkë me ne. Faleminderit shumë, respekt nga unë dhe stafi i Radio Zërit Lirë. Atëherë unë shkoj me një pikë muzikore dhe ju përshëndes, ju falenderoj, shpresoj se po kaloni bukur, ora ka shku 21 minut, por nesër është e shtunë, shpresoj se keni edhe ju ditë pushime dhe kështu shkojmë edhe pak.